pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Silluni me kujdes. Mbreti u dha këtë urdhër Joabit, Abishait dhe Itait. Për hirin tim, silluni me kujdes me të riun Absalom. Letra e 2 drejtuar Samuelit, kapitulli 18, vargu i 5. Dr. Paul Brand ishte një nga mjekët heronj të shekullit 20. Brandi, i sfiduar nga nevojat me të cilat u përball midis lebrozëve në Indi, u bë një nga kirurgët më të famshëm në botë, duke sjellë procedura mjekësore në territore plotësisht të paeksploruara. Historia se si Brandi shkoi në Indi është shumë e gjatë, por versioni i shkurtër është ky. Pasi përfundoi shkollën për mjekësi në Britani, ai u kthye në shtëpi në Indi ku ishte rritur, dhe atje bëri një ndryshim në jetët e mira njerëzve të lënduar. Vitin e parë kur ishte në velore të Indis, ai shërbeu si një kirurg i përgjithshëm, duke kuruar çdo nevojë që shikonte. Por më pas, Brandi u përball me një përrua të vazhdueshëm pacientësh, gjymtyrët e cilëve ishin të ndrydhura, apo këmbshtrëmbër siç e quhenin atje. Problemi ishte një deformim gjenetik, i cili bënte që këmbët të futeshin nga brenda. Procedurat e pranuara të asaj kohe ishin që ta sillje këmbën në vend me forcë dhe më pas ta vije në allçi. Por Dr. Brandi vuri re se shpesh ky trajtim i ashpër linte shenjë dhe ligamentet thyra që kërkonin muaj të tëra për t'u shëruar. Ai mendoi se duhet gjendur një mënyrë më e mirë. Kështu filloi të kërkonte një përgjigje. Kur dyert e një klinike për këmbët u hapën, njerëzit thuajse e shkelën atë, teksa shtynin dhe godisnin Dr. Brandin që të fillonte të përdorte duart e tij dhe t'i sillte në vend këmbët e deformuara. Më pas t'i vinte allçi derisa të shëroheshin, duke fituar gradualisht betejën mbi deformimin. Në librin e tij të shkruar bashkë me Philip Jensin, libër me titullin Dhurata e dhimbjes, Brandi thotë: "Unë kam mësuar një parim themelor të fiziologjisë së qelizave. Të vepruarit me kujdes funksionon më mirë se sa korrigjimi me dhunë. Kjo thënie nuk është e vërtetë vetëm për korrigjimin e atyre me këmbë të deformuara, por funksionon njësoj edhe kur vjen puna tek shkenca e të vepruarit me kujdes, disiplinimi i fëmijëve dhe arti i drejtimit. Davidi e dinte që të vepruarit me kujdes funksionon më mirë se sa korrigjimi me dhunë. Prandaj ai dha këtë udhëzim: sillun me kujdes me të riun Absalom." Edhe pse Absalomi kishte rebeluar kundër të Atit dhe donte të arrzonte atë si mbret. Megjithatë, Joabi i harroi shumë shpejt udhëzimet e Davidit dhe u mor me të në mënyrë të ashpër. Kur bëhet fjalë për korrigjimin e fëmijëve, kujdesi është ndryshimi midis ndëshkimit dhe disiplinës. Pali udhëzoi që të përdorej butësia kur ndihmoi dikush që kishte gabuar larg së vërtetës. Ai tha: "Vëllezër, nëse dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, ndërtojeni të tillë në zemrën e zemërbutësisë, duke u kujdesur për veten tënde, që të mos tundohesh edhe ti." Letra drejtuar Galatasve, kapitulli 6, vargu i parë. Thomas Aquinas, i cili dinte shumë për edukimin dhe për të vepruarit me kujdes, njëherë tha se kur ju doni që dikush të shohë në të njëjtin drejtim që ju shihni, atëherë shkoni aty ku ai është, qëndroni atje, kapeni për dorë, jo në kuptimin e plot fjalës, por jepini fjalin kurajimi dhe udhhiqeni atë. Mos qëndroni në anën tjetër të dhomës dhe të filloni të bërtisni. Nuk e quani tjetrin të paditur. As nuk e urdhëroni që të vinë në pikën ku ju jeni. Ju filloni aty ku ai person është dhe punoni nga ai pozicion. Kjo është mënyra e vetme se si mund ta bëni atë të lëviz. Kur Joanna Shetler, që punonte midis Balangaos, një fis në Filipinet Veriore, antar të një kulti, ajo filloi të largonte disa drejtues nga e vërteta. Joanna përdori një korrigjim me dhunë, fjalë të ashpra, duke i ndëshkuar ata për ato që kishin bërë. Por një figurë atërore, që ishte një drejtues nga fisi, e mori mënjan atë dhe i tha se ajo nuk dinte se si t'i korrigjonte njerëzit. Ai theksoi se konfrontimi i ashpër i kthente miq në armiq, pa u ndryshuar zemrat, por korrigjimi i kujdesshëm rezultonte në jetë të ndryshuara që ishin të përkushtuara ndaj të vërtetës. Dr. Brandi kishte të drejtë. Të vepruarit me kujdes është më mirë se sa korrigjimi me dhunë, pavarësisht nëse po korrigjoni deformimet e këmbëve apo të mendjes. Kjo e vërtet qëndron. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.